de mirësjellje. Jam okej. E cilët do të vetë në funksion brenda muajit ardhshëm. Kjo është pak a shumë, domethënë, si thuash, dhe çdo gjë çfarë ato thonë në gjykatë dhe çdo rast se ne kemi një përvojë për 20 vjeçare të gjykatë, unë gjyqtar 8.000 kemi 20 vjet gjyqtar. Do të thotë pala X pro në proces. Ndërkohë që tashmë nëpërmjet sistemit. Ju falenderojmë Fondacionin AL3, i cili në sukseset faleminderit që keni ardhur. Sukses. Të projektit Just Two-Sided. Për mënyrën se si zbatohet ky kancelari i gjykatës zoti Luan Leka. Atëherë më jepni generalitetet e palës paditëse dhe tuaja. Pala paditëse është marrë, të afrojmë për të dorëzuar kopin e autorizimit pranësh. Atëherë të dorëzohet. Është një. Në rast se unë jam një gazetar. Të veta, promovimin dhe ndërgjegjësimin në kuadër të projektit Just për forcimin e drejtësisë në vend, një projekti të mbështetur nga USAID, vendosjen e pajisjeve të regjistrimit digital audio në disa gjykata. Dhe në seanca gjyqësore dhe shmangjen e ekuivokeve në lidhje me çfarë tha në seancën e gjyqit, nëse e majti shënim sekretarja në proces verbalin përkatës apo jo. Pjesa tjetër është rikthimi në kuadër proceseve gjyqësore edhe i solemnitetit në seancë. Ne në gjykatën tonë kemi pas një përvojë të hidhur ku për shkak të mos regjistrimit të pretendimeve të palëve gjatë proceseve gjyqësore kemi arritur saqë palët kanë arritur deri në ekstremin e kontestit të procesit, deri në ekstremin maksimal duke bërë dhe kallëzim penal pra kundër gjyqtarëve për mos pasqyrim të disa rrethanave apo fakteve të ndryshme në procese gjyqësore. Dhe e përsëria e këtij sistemi, duke qenë se çdo gjë tashmë çfarë thuhet në seancë gjyqësore është e incizuar nëpërmjet këtij sistemi pra të implementuar, tashmë kjo e rrit transparencën në mënyrë maksimale, pasi tashmë çdo gjë është në dispozicion të palëve të cilët kanë procese gjyqësore pranë gjykatës. Ato në çdo kohë, në çdo fazë, në çdo moment të shurtimit gjyqësor mund të kërkojnë nga gjykata kopje të akteve, si dhe të procesverbalit, si dhe të seancave gjyqësore të regjistruara. Dhe nëpërmjet një pagese simbolike, kjo realizohet në mënyrë tepër të shpejtë nga ana e administratës së gjykatës, e cila e vën në dispozicion një kopje të gjithë procesit nëpërmjet kasetës. Falenderojmë shumë programin USAID, i cili mbështetet pra nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, si dhe në funksion të rritjes transparencës ndaj qytetarëve, pikërisht ky program pra, ky fondacion pra USAID-i në gjykatën Kurbin, përveç implementimit pra të sistemit audio të seancave gjyqësore, qoftë penale dhe civile, ka bërë të mundur financimin për një vlerë prej rreth 20.000 dollarësh, edhe të një ambienti të cilin ne kemi patur jashtë funksionit deri në këto momente, pra ku pas ndërhyrjes dhe kërkesave të herpashershme pranë Ministrisë së Drejtësisë kemi bërë të mundur pra marrë një ambienti prej rreth 40 metra katror dhe financimi dhe për këtë ambient i cili është përshtatur për zyrë për marrëdhëniet me publikun është bërë pikërisht pra nga fondacioni USAID, të cilin gjem rastin nëpërmjet jush ta falenderojmë, sepse edhe me investimin e këtij projekti kaq madhor pra të zyrës marrëdhënie me publikun pranë gjykatës Kurbin, rrit dhe një herë transparencën, ndërgjegjësimin qytetar, shmang problematikat që mund krijohen në hyrje dhe daljet e gjykatës, kështu që lehtëson punën e gjykatës në mënyrë maksimale.